Është armiqësia Shqipëri-Iran e destinuar të vazhdojë. Duhet të kthehemi në vitin 1979, ngritje të rënit e disa perandorive persiane. Me 16 janar vitit 79, Shahu iku nga Irani, kurse Khomeini u kthy në atë. Irani konsiderohet një shtyllë e strategjisë amerikane në rajon. Një luftë e cila zgjati deri në vitin 1988. Morën peng 52 diplomatë amerikanë për 444 ditë. Për Washingtonin, një Iran me armë bërthamore do të ndryshonte ekuilibrin strategjik në lindjen e mesme. Në vitin 2015 u arrit një nga marrëveshjet më të rëndësishme diplomatike të shekullit 21. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë në Irak, në Siri, në Liban, në Yemen. Irani reagoi duke rritur gradualisht aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Një konflikt indirekt që zhvillohet në disa fronte njëkohësisht, me objektiva të lidhura me programin bërthamor, raketat balistike dhe infrastrukturën ushtarake iraniane. Asnjëra palë nuk dëshiron luftë drejt për drejt. Histori e mosbesimit, rivalitetit dhe përplasjes së interesave strategjike. Rivaliteti Shqipëri-Iran mbetet një nga çështjet më të rëndësishme të politikës ndërkombëtare në shekullin 21.